Greqia rrezikon të bëhet vend grumbullimi më gjigant i fluksit të refugjatëve nga Siria. Mbyllja e kufirit verior dhe ardhja e vazhdueshme e refugjatëve nga Turqia ka vendosur Athinën në një situatë kritike. Kjo gjendje ka qenë e vështirë dhe mori një kthes edhe më të keqe kur Austria njoftoi se do të lejojë vetëm një numër të kufizuar refugjatësh, vetëm 3200. Edhe përgjigjja e vendeve të Ballkanit ishte me mbyllje kufish të njëpasnjëshme me efektin domino deri në Idomei, një pikë kalimi midis Greqisë dhe Maqedonisë. Shkupi këmbgul që nuk do të rihap kufit për refugjatët. Problemi më i madh i Greqisë është se shumica e refugjatëve nga Turqia arrin nëpërmjet detit Egje. Por a mund të kthehen sërish mbrapsht në Turqi këta refugjat duke rrezikuar jetën e tyre? Në të vërtetë, a është e gjitha kjo pa aftësi menaxhuese e Greqisë për kufirin me Turqinë? Duket se për sa kohë Turqia nuk do të menaxhojë flukset migratore nga territori i saj drejt vendeve të BE-s, Greqia do të jetë e dënuar të pranojë refugjat në rritje. Në këtë pikë ngushtica e refugjatëve për të kaluar në kontinentin evropian është Greqia, pasi është e qartë tashmë që refugjatët nuk duan të qëndrojnë aty. Ata refuzojnë dhe të kthehen mbrapsht me shpresën se do të arrijnë të deportohen drejt Gjermanisë. Por çfarë dëshiron Gjermania? Nga njëra anë, Merkel vazhdon të shpall kuota për refugjatët dhe mban kufi të hapur. Nga ana tjetër, ajo po tenton të tapos fluksin e refugjatëve që në burimin e tij. Për këtë arsye, ajo ka nisur procesin spektakolar me Turqinë, duke premtuar 3 miliard dollar ndihmë dhe rihapjen e procesit të pranimit në Bashkimin Evropian. Por Ankaraja e di se mund të përdori krizën e refugjatëve si levë lëshimesh të mëtejshme nga Bashkimi Evropian. Në samitin kyç, Bashkimi Evropian Turqi ura dakord në parim me planin mbi lehtësimin e krizës së emigrantëve që po mundon Europën, por vendimi përfundimtar u shty më 17 mars, duke rreshtuar edhe këtë të fundit në mesin e takimeve të nivelit të lartë që nuk prodhojnë asnjë rezultat përfundimtar. Nga ana tjetër, Merkel ka si qëllim të paqëtojë votuesit e saj konservator CDU, duke treguar se ajo mund të ngadalsojë fluksin e refugjatëve që vinë në tokën gjermane para zgjedhjeve në 3 lande shumë të rëndësishme për të në 13 mars. Kjo e bën të qartë qëllimin e saj. Për çdo ngadalsim në ardhje do të thotë vetëm një gjë: refugjatët janë taposur në Greqi. Por cili është qëndrimi Merkel me Greqinë? Bashkimi Evropian nuk mund të lëshojë Greqinë. Nga njëra anë, Merkel është shprehur se s'mund ta lëshojë Greqinë dhe do ta ndihmojë për të kryer rolin e saj. Por kjo deklaratë është stik me dy presa, pasi do thotë që Greqia do të kthehet në një pikë gjigante grumbullimi refugjatësh. Por cilat janë llogaritë e Greqisë? Asaj është premtuar se do të ndihmojë me 700 milion euro nga Bashkimi Evropian. Nga ana tjetër, një politikë më tolerante në lidhje me reformat e dhimbshme që janë imponuar Greqisë. Por a është ky një biznes i rrezikshëm për Greqinë? Natyrisht që po. Refugjatët refuzojnë çdo masë që mund t'i largojë ata nga objektivi për të deportuar në kontinent. Kjo do thotë që ata do të qëndrojnë në kampe tranzitore në Greqi dhe në ishuj për një kohë të gjatë. Ndërkohë, sipas OKB, situata në Greqi mund të bëhet edhe më e tmerrshme. Kjo histori ka nxjerrë në parë një realitet mizor, mungesën e solidaritetit midis vendeve të Bashkimit Evropian. Edhe një herë duket se vendet e vogla dhe të brishta do të sakrifikohen për të mbrojtur interesat e vendeve më të mëdha. Mirë, jemi kthyer në pjesën e tretë e emisionit. Në fakt, ky material që sapo ndoqët është një material i përshtatur nga revista e cila është revistë dedikuar çështjeve europiane, Euroaktiv, një revistë online, dhe ishte kjo analizë para disa ditëve që ne preferuam ta sillnim dhe në këtë bisedë në studio si argument. Olci tha pak më parë që në fakt kriza e refugjatëve po kthehet në një krizë, citove Sorosin, në një krizë të vetë Bashkimit Evropian, apo jo? Në një krizë të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s gjithashtu. Nga që ishin pothuajse vendet aleate të Amerikës, ato së bashku me diktaturat e Gjirit Persik Arabe, ato që i vun flakën Siris, nxitën konfliktin aty, dhe ato me në krye Turqin tani janë duke paguar haraçin e kësaj lufte. Ndryshe nga konfliktet e mëhershme që Amerikanët bënin në lindjen e mesme, fjala bie në Afganistan, në Irak, e tjerë, ku shtetet shkatroheshin, bombardoheshin dhe ato populatat civile vuanin dhe qëndronin në vendin e tyre. Tani me rastin e Siris, duke qenë se Siria është shtet kufitar me një shtet antar të NATO-s që është Turqia. Kemi një bombë demografike që shpërtheu. Po ndodh një bombë demografike të cilën pushtetarët e perëndimit ose nuk e kishin kalkuluar më herët, ose dy, në qoftë se shohim deklaratat
e Sorosit rreth një vit më parë dhe të Merkelit disa muaj më parë që thoshte që Evropa ka nevojë për 1 milion emigrant apo refugjat që të vinë për të patur rritje ekonomike, ndoshta kemi të bëjmë me lojra të mëdha demografike që po imponohen Evropës. Kjo në fakt është faturuar Merkelit si. Merkeli, po edhe Sorosi ka një shkrim që thoshte që Merkelit si strategji. Si strategji. Dhe sot ne shohim liderat e Bashkimit Evropian, shumica e tyre që përballen me Merkelin dhe shohin atë si një nga udhëheqësit evropian që janë shkaktar për këtë dyndje emigrantësh, nga që ajo dha edhe një deklarat që thoshte Gjermania i mirëpret ata. Ama çfarë po shohim është që nga konflikti sirian janë 2 shtete anëtare të NATO-s që po vuajnë më shumë. Turqia, që ka numrin më të madh, 2.7 milion sipas shifrave të fundit që pash, edhe Gjermania, ku numri ka shkuar nga 500.000 deri në 1 milion, thon disa burime të tjera. Po përballemi pra me një bombë demografike, me një pushtim arab, si tha edhe Papa para 2 ditësh. Pse është kriza europianëve? Pse u vun dyshim BE-ja? U vun në dyshim BE-ja nga që shohim këto vendet që ai Rumsfeldi quante the New Europe, apo Evropa e re, apo vendet e Evropës lindore, po shfaqin një nervozizëm shumë të madh ndaj kësaj dyndje emigrantësh arab dhe musliman në Evropë. Po shohim edhe Britaninë e Madhe të cilën e ka zënë paniku me qytetin e refugjatëve që është krijuar në Calais të Francës, Calais të Francës, dhe domethënë Evropa sot po përballet me një pushtim të butë. Njerëzit që po vinë janë hallëxhi, janë refugjat lufte, por çfarë po ndodh tani është që në politikën që NATO me Amerikën ndiqnin ndaj vendeve të botës tretë, kur ata fjala bie bënin luftë me Sudanin, me Somalin dhe vende tjera në hartë të botës tretë, konfliktet pak a shumë mbaheshin në Afrikë apo në lindjen e mesme. Sot me mjetet e komunikimit masiv, transportit masiv, ne po shohim që kjo valë me njerëz po vjen dhe po pushton Evropën. Evropa sot është si në kohën e pushtimeve barbare, kur popujt barbar zbrisnin nga Evropa lindore dhe shkonin në dyert e Romës dhe kërcënuan dhe shkatruan edhe qytetrimin romak. Dedja. Se është krizë europiane. Për te teorive të komplotit ka një shpjegim shumë të thjeshtë. Europa është një hapësirë pa kufi, hapësira Schengen, që do thotë që lëvizet lirisht nga një vend në tjetrin pa pengesa kufitare, përveç këtij pezullimit përkohshëm që po ndodh tani. Kjo kërkon edhe një sistem të përbashkët azili. Tani, sistemi i azilit, sistemi i përbashkët europian i azilit nuk ishte menduar për numra të tillë. Një numër kaq i madh bëri që të mos funksiononte sistemi i azilit i Bashkimit Evropian, sistemi i Dublinit, që bazohet në përgjegjësinë e vendit të parë ku refugjatët hyjnë. Ai vend ka të përgjegjësinë të jap mbrojtje ndërkombëtare. Në një shkallë të tillë fluksi, do t'ishte e pa drejt që kjo përgjegjësi t'i liej vetëm Italisë dhe Greqisë. Dhe për këtë, kancelarja Merkel tregoi në mënyrë lartëpamëse, në përputhje me parimet ndërkombëtare, hapjen. Domethënë, nuk tha që sipas sistemit të Dublinit duhet të qëndrojnë në Greqi, po tregoi gatishmërinë për t'i pritur. Tani çështja është vetëm për sirianët, për ato që kanë të drejtën për mbrojtje ndërkombëtare. Azili atyre u jepet. Çështja është se fluksi u përqendrua i gjithë në Gjermani. Nuk foli edhe për ata që po hynë në Itali. Foli posaçërisht për sirianët që janë në Turqi dhe në Greqi. Ata që çan korridorin dhe u futën këteja. Domethënë, nuk foli për vendet e sub-Saharas apo të Magrebit, të cilët janë në Itali dhe që ishin një problem gjithashtu. Nuk po flasim për emigracion ekonomik, po flasim për azil. Lidhur me vendet të cilët janë gjithashtu, ande janë në vende në luftë. Libia, nuk foli për ata. Foli vetëm për këta. Algjeria. Foli për të gjithë ata që kanë të drejtën për mbrojtje ndërkombëtare. Pastaj se si a e ka ky apo nuk e ka ishi vetëm mbi baza individuale. Çështja është se pasi Gjermania tregoi këtë hapje, fluksi u përqendrua në Gjermani. Dhe atëherë u tentua zgjidhja e rishpërndarjes, marrëveshja që u bë para disa muajsh për të rishpërndar nga Gjermania ku u përqendruan në vende të ndryshme anëtare të BE-s, u caktuan disa kuota.
Nuk funksionoj kjo zgjidhje. Shumë vende... Polonia jo më largë se dje tha, ne do marim, po nuk ne përcaktoni ju se sa do marim ne. Nuk u respektuan kvotat, pra. Atere përpjekjet e Gjermanisë dhe të institucioneve të Bashkimit Evropian u përqendruan për të arritur aty ku u arrit dje, në kontrollin e kufirit të jashtëm. Do të krijohet një trup për mbrojtjen e kufirit të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe kryesorja është mbyllja e kalimit të paligjshëm nga Turqia. Dhe kompensimi i kësaj nëpërmjet një zhvendosjeje të ligjshme të atyre që kanë të drejtë për mbrojtjen ndërkombëtare nga Turqia në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Fjala kyç e kësaj analizit Euroaktiv që ne paraqitëm pak më parë është kjo. Një realitet mizor u shfaq me krizën e refugjatëve. Mungesa e solidaritetit midis vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe më keq akoma, vendet e mëdhaja dhe të fuqishme tentojnë të sakrifikojnë vendet e dobta të Bashkimit Evropian në probleme të tilla. Nuk është bardhëzi, pam të dyja, pam dhe solidaritetin nga disa vende, pam egoizma kombëtare nga disa vende të tjera. Tabloja është ndërlikuar. Prandaj dhe zgjidhjet janë të ndërlikuara. Duhen që gjithë këta aktor të vendosen bashkë për dalë me një zgjidhje të përbashkët. Zoti Milo. Unë mendoj që Bashkimi Evropian u ndodhi pa përgatitur për ta përballuar këtë fluks të madh njerëzish që vinin nga lindja e mesme. Dhe kjo është një nga dobësitë e Bashkimit Evropian. E shfaqur në mënyrë të përsëritur. E shfaqur, po, padyshim, po. Që nga koha e luftës të Bosnje, pikërisht vazhdimisht Bashkimi Evropian ka shfaqur dobësi, që janë dobësi të cilat vinë për shkak se shkel në rrugë të panjohura. Dhe duke qenë se ndeshet me probleme që nuk ka përvojë dhe modele zgjidhjeje, atëherë është i detyruar që t'i përballojë ato duke krijuar zgjidhje edhe të përkohshme, edhe jo të plota, dhe ky fakt ndodh edhe këto ditë. Bashkimi Evropian nuk e ka në xhep as në dosje zgjidhjen e përkryer të problemit. Dhe edhe zgjidhja që është dhënë dje ose projekti i zgjidhjes mund të mos rezultojë i suksesshëm, po do të tentohet një zgjidhje tjetër. Po ajo që rrezikon një nga arritjet e mëdha të Bashkimit Evropian, që është Schengeni, ai nëse rrëzohet Schengeni, shkatrohet Schengeni, një nga themelet në të cilën është ndërtuar Bashkimi Evropian. Dhe unë nuk besoj se të mëdhenjët vegjël në Bashkimin Evropian, flas për shtetet, do të mund të tregohen egoist për të shkatruar një nga themelet e Bashkimit Evropian. Pra, ka vështirësi, vendet e mëdha, anti-europianët po fitojnë gjithmonë më shumë terren në këtë situatë. Padyshim. Prej disa vitesh. Shikojmë Brexitin që është në 2005-ën kemi 11 vjet që Bashkimi Evropian ka hyrë në krizë. Që nga momenti kur u rrëzua Kushtetuta Evropiane dhe nga referendumet. Dhe që atëherë Bashkimi Evropian ka 11 vjet që është në krizë. Dhe janë shtuar elementet e krizës edhe për faktin se Britania e Madhe është duke kërkuar një status të posaçëm dhe që përsëri minon kohezionin e brendshëm të Bashkimit Evropian. Pra, do t'i duhet Bashkimit Evropian vitet të tëra që ta marrë vehten dhe të gjej rrugën. Dhe kjo ka bërë që edhe procesi zgjerimit Bashkimit Evropian të mund të ngrijë. Këto janë fakte. Pra, Bashkimi Evropian edhe kjo krizë do të avonojë edhe më shumë procesin e zgjerimit. Sepse tash në Bashkimi Evropian ka halle tjera emergjente. Pra, në këtë kuadër, ne duhet ta shikojmë këtë jo thjesht si një krizë evropiane, por për mendimin tim, këtu ka nevojë për një rol më aktiv të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk është krizë vetëm evropiane. Kjo është krizë e gjithë komunitetit demokratik ndërkombëtar, që do të thotë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për mendimin tim, duhet marrin pjesë më aktive në zgjidhjen e krizës në Siri, duhet të angazhohen shumë më tepër edhe në zgjidhjen e krizës emigrantëve që po vinë, sepse në qoftë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja lënë barën Bashkimit Evropian, Bashkimi Evropian do ta ketë vështirë ta përballojë. Si çdo krizë tjetër që ka ndodhur, që për shkak të mungesës kohezionit, për shkak të fuqisë,
për shkak të vendimarrjes së vështirë që ka Bashkimi Evropian, nuk mund të veprojë në kohën e dur, me forcën e dur dhe me shpejtësinë e duhur. Prandaj, roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në zgjidhjen e kësaj krize është i dorës parë. Alban, do më thënë, unë bie dakord me Paskalin, vetëm që mendoj që fajtor për këtë që po ndodh sot në Bashkimin Evropian është vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me luftrat... Ka dhe një teori konspirative, që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës të interesuara për shkatrimin e Bashkimit Evropian. Tha Orbani para disa ditësh, nëse nuk jam gabim, që Sorosi dhe ajo elita e tij synojnë që të shkatrojnë identitetin etnik të Evropës. Po çfarë po ndodh është që ne po shohim në të gjithë Evropën parti që nga Pegida, që nga Fronti Nacional në Francë, që nga UKIP, United Kingdom Independent Party, që po qohen dhe po marrin mbështetje publike. Sepse kjo kriza e refugjatëve që po vinë nga lindja e mesme, po i kërcënojnë Evropës sistemin e saj social. Për shembull, një nga problemet që Merkel po has me elektoratin e saj është se taksapaguesit gjerman i thonë Merkelit, ne paguajmë taksa dhe këta refugjatë që do vinë do të hajnë në taksat tona. Problemi tjetër janë themelet kulturore të Evropës. Evropa po amerikanizohet në sensin e asaj që ndodhe Amerikës pas viteve 60-70 me emigrimin masiv. Po vinë njerëz me ngjyrë, po vinë musliman, po vinë njerëz që kanë një kulturë tjetër. Dhe këto kriza që po i ndodhin në Evropës mund shihen edhe në manualet që landet të ndryshme në Gjermani apo në Zvicër bëjnë, ku i tregojnë refugjatëve sirian që ti je gay është okej, se si duhet të trajtohen femrat, se si duhet të lahen në pishina etj. Pra po kemi një rritje të ksenofobisë në Evropë dhe po kemi edhe një rritje të urrëties ndaj qeverive të tyre. Merkeli për shembull e ka humbur autoritetin e saj dhe partitë e djathta po fuqizohen, sepse shumë evropian po e shohin që vendet e tyre po pushtohen nga njerëz të një kulture dhe origjine tjetër. Dhe këto gjëra kërcënojnë atë Evropën e cila ka qenë para 10 viteve. Kjo është sfidë. Më falë, Lona. Kjo është sfidë në vetvete. Ne nuk duhet ta fshehim këtë sfidë. Ajo ekziston. Se qytetarët evropian, për arsyet që ju përmendët, kanë reaguar me vite të tëra. Dhe doza, ose më mirë numri i europesimistëve, është shtuar. Padyshim, edhe influenca e partive të djathta, ksenofobe, ekstremi djathtë, padyshim që ka fituar terren. Këto janë sfidat brendshme të Bashkimit Evropian, që në një mënyrë ose një tjetër, në periudha ciklike, ato kanë ndodhur përsëri. Nuk është se ndodhin për herë të parë. Në periudha krizash gjithmonë kemi parë që elektoratet rrëshqasin on ekstrem djathtas, on ekstrem majtas. Këto kriza po kanë impaktin e tyre edhe në Amerikë. Ne po shohim tani me mundësinë e ardhjes së Donald Trumpit në pushtet, të cilin e përshëndeti Le Peni, ai përshëndeti Putinin, po kemi një ngritje të kristianëve, nacionalistëve të bardhë, të cilët pretendojnë që duan të ruajnë shtetrimin perëndimor. Nuk besoj se ka një strategji të tillë ndërkombëtare të forcave të ekstremit të djathtë. Çdo terren politik lind forcat e tij të majta, të djathta, të qendrës, pra që nuk mund të varet nga zhvillimet që ndodhin në një qoshe tjetër të botës. Jo, nuk funksionon kështu. Një muaj unë pash një tubim të Lega Nordit, të cilët kishin thritur Le Penin, antar të UKIP-it. Ekzistojnë kudo, ka një lloj solidariteti. Patjetër, më fal. Gjërsa ka Parti Popullore Evropiane, gjërsa ka Parti Socialiste Evropiane, do ketë parti të djathta, komunista të djathta ekstreme. Ka grupime të ndryshme politike që janë solidare me njëri tjetrin. Kjo është normale në jetën politike. Problemi është kur ata fillojnë të marrin pesh. Po, pikërisht, ky është rreziku tani. Ky është rreziku që në kushtet e krizës, këto partitë e ekstremit të djathtë votojnë më shumë për ato arsye që juve thatë, sepse qytetari thjesht evropian në fund të ditës nuk mendon për politikat e mëdha evropiane. Qytetari thjesht mendon sa argjoj sot, sa to ardhur a ka, dhe sa shpenzoj, a ka puna, s'ka puna, a ka siguri sociale, si qëtat juve, a ka pension më të madh, a e godet krize, tjera. Pra na janë
politikanët dhe partit politike që mendojnë për strategjit dhe për rrugëzgjidhjen e krizave. Dhe në këtë kuadër, janë ata burrat që pam atje dhe ato zonjë të nderuara, të cilët mblidhen dhe vendosin. Dhe pikërisht ata duhen dëgjuar, sepse ata kanë marrë përsipër që ta zgjedhin krizën. Sepse nuk mund ta zgjidh kush. Pra, në këtë kuadër, burrat dhe zonja nderuar dhe tjerë para tyre, siç e tha dhe ju në fillim, nuk kanë arritur ende ta krijojnë kohezionin brenda Bashkimit Evropian. Është e vështirë, nuk është një fjalë goje. Është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Ka interesa nga më të ndryshme. Padyshim, se po të ishte kështu, Bashkimi Evropian do ishte bërë me kohë, do kishte një qeveri qendrore në Bruksel, do të kishte një qeveri si të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por nuk e ka. Ka 28 qeveri, ka 28 parlamente, edhe të cilat nuk bien dakord. Dhe prandaj është këtu qëndron edhe vështirësia e Bashkimit Evropian për të gjetur fjalën, për të gjetur një zgjidhje dhe për të patur një vendimarrje të përbashkët. Gjebrel? Jo, unë në mbështetjet e asaj çfarë tha zoti Mila është që vërtet Europa është në një situatë të vështirë, nuk është një situatë e paprecedent dhe nuk është e kollajshme të jepet një zgjidhje kësaj situate, e cila ka ndryshuar ditë atë ditës. Nga ana tjetër, zgjidhja duhet vi nga vendet e origjinës dhe vjen mirë që u përmend këtu pikërisht pra zgjidhja e konfliktit në Siri, pasi ne do të vazhdojmë kështu diskutime, samitet do të mblidhen, do të shpërndahen kuota, do të jepen para më shumë, por nuk është zgjidhja kjo. Ashtu sikurse nuk më pëlqen që ndoshta ta keq interpretojmë dhe atë diversitetin kulturor, që në fundit bën mirë çdo vendi, dhe nuk duhet marr parimet janë këto. Por nga ana tjetër, ai Olci shprehu disa sensibilitete që përkasin tashmë popullatave të Bashkimit Evropian. Unë mendoj sigur edhe ne në Shqipëri të kishim rreth 100.000 refugjat sirian që të vinin, nesër Ben Blushi edhe Max Vela do thonin po na vinë otomanët, po na pushtojnë prap. Do të qoshin gjitha islamofobët tanë thonë pas pushtimit me dhunë që na bëri Turku, na solli Amerikani këta refugjatët e tjerë. Edhe këtu kemi persona që do protestonin për këtë. Pra në varësi të shkallës demokracisë të një vendi, një vende të caktuar reagojnë ndryshme ndaj po themi popullatave të ndryshme, gjithsesi nuk duhet parë me kaq frikë ky diversiteti kulturor, të do e thoja. Nuk është punë frike, është se këta po kërcënojnë themelet e demokracisë në Evropë, po kërcënojnë atë që përmendi Paskali, lëvizjen e lirë Schengenin, po kërcënojnë të drejtën për asylum, apo për azil dhe shumë vlera që Evropa i arriti fal historisë së saj të demokracisë dhe drejtave të njeriut. Unë do të thosha, në gjithë situatë të krijuar, sinoptik, Shqipëria dhe shqiptarët, Shqipëria si shtet në vete dhe shqiptarët në rajonin e Ballkanit, përfshi Republikën e Kosovës, shqiptarët në Maqedoni si element shtetformues, shqiptarët në Malin e Zi dhe në gjithë ku janë të shpërndarë, kjo situatë, elita politike që i drejton si në dy republikat, ashtu dhe në pjesën tjetër, i defaktorizon apo i faktorizon. Cili është, çfarë do të them? Jordan ka një problem tjetër. Po shoh lajmet. Në qoftë se ne kemi një Europë të përçarë, konfuze, jo kohezive dhe aq më tepër që pikërisht për shkak të problemeve të brendshme, siç tha profesor Paskali pak më përpara, si thuaç, shtyn për mëtej zgjerimin e saj, sepse duhet zgjidhë njëherë problemet e brendshme. Natyrisht që ky është një lajm shumë i keq për ne. Absolutisht po. Këtu fillon dhe ne u mbasim busullat tona pastaj. Shikoj lajmet e fundit. Ne kemi krizë, domethënë politike në Kosovë, me ato që ndodhin në Parlamentin e Kosovës, kemi tentativa për të krijuar një situatë jo të favorshme politike në Republikën e Shqipërisë, gjë që ndikon ndërkohë Maqedoni jemi në pragun e zgjedhjeve dhe shqiptarët vetë në këtë situatë kur ka një krizë në Evropë, vëmendja e alatëve tanë të mëdhenj strategjik shpërqendrohet nga ne dhe ne dalim jashtë objektivave të tyre. Dhe çfarë që për shembull sot ndiqja lajmet në Turqi. Atëherë, vërtet i pam gjithë drejtuesit të lartë Bashkimit Evropian në Turqi me kryeministrin e Turqisë, por çfarë po ndodh brenda Turqisë? Shtypje e lirisë medias. U sulmua media, opozitat kryesore. U sulmua ka doli fakti është që ka një tolerancë shumë madhe për Erdoganin tani. Pra, në këtë situatë, Erdogani, meqense është bërë faktor dhe nuk ke pikë tjetër ku të mbështetesh në atë zonë, në atë rajon, sepse ai është prita përballë
krizës refugjatëve, ai po përfiton nga kjo situatë për të lartë sa e sapet brendshme atje. Dhe çfarë po ndodh? Dordhi urdhëri arresti tjetër për Fethullah Gulinin, por në Shqipëri, në vizitën e fundit që bëri Erdogan, kërkoi që të mbylleshin këto kolegjit janë në Shqipëri. Pra, Shqipëria dashur për dashur, si në rastin e marrëveshjes për pritjen e mujahidinëve, pra, kur ne bëhemi për shkak të detyrimeve që kemi si vullnetari OKB-s, si vullnetari NATO-s, e të gjitha nga aleatëve tanë strategjik, pra detyrohemi që të bëhemi pjesë e zgjidhjes, por në fakt është një problem, është një konflikt mes opozitës iraniane dhe regjimit Iranit. Në rastin konkret, ka një problem në Turqi mes regjimit që është në pushtet atje dhe opozitës turke. Ndërkohë ne i kemi këtu prezent të dy palët, pra parë në këtë prizëm, cili do të ishe shumë interesante për të parë që çfarë orientimi ka politika shqiptare, qeveria shqiptare, jo vetëm Republikës Shqipërisë tash, edhe në Kosovë, për ta përballuar, sepse derisa Evropa është futur në këtë krizë, po ne që jemi vazhdimisht me probleme, domethënë në situatë ndodhemi para këtyre zhvillimeve të reja në rajon. Është vërtet ajo që thatë që ka një rrezik të largimit të vëmendjes nga procesi i zgjerimit për shkak të krizës. Po ka dhe një të vërtet tjetër, që kjo situatë krize tregoi ndërvarësinë midis Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të këtij rajonit tonë. Domethënë, nga njëra anë ne u prekëm nga një krizë që është krizë e Bashkimit Evropian, janë refugjatë që kalojnë nga një vend i Bashkimit Evropian, Greqia, në një vend tjetër të Bashkimit Evropian, Gjermania për shembull. Pra prekemi nga ajo çfarë ndodh me Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian influencohet në përballimin e krizës nga mënyra se si ne i menaxhojmë veprimet tona. Pra ka një ndërvarësi që kjo krizë e tregoi qartë, që tregon nevojën e vazhdimit të procesit të zgjerimit, nevojën e konsolidimit të kësaj zone që është Ballkani Perëndimor dhe që është i rrethuar nga Bashkimi Evropian. Pak më parë thash, jo më këtë thash që Turqia e luajti kartën e vetë. Për të arritur të ky samit, natyrisht që shfryu fluksin që kishte, duke e sjell këtej nga kontinenti Europian. Dhe përveç asaj ka fillu shton kushtet e saja, shton kërkesat e saja, risjell në tavolin çështjet që kanë të bëjnë me fillimin e proceseve për antarësimin e Turqisë në BE etj. Turqia natyrisht është një vend i madh dhe luan me kartat mëdha. Po Greqia luan me të vetat gjithashtu. Maqedonia luan me të vetat gjithashtu. Ne me çfarë luajmë? Unë nuk fola për pazare. Na jepni këtë që t'ju japim atë. Ka një vlerësim objektiv të realitetit. Janë faktet, është geopolitika. Fakti që ka një zonë me rëndësi geostrategjike, siç po tregojnë rrethanat, që është Ballkani Perëndimor, kjo kërkon forcimin e procesit të zgjerimit, jo dobësimin e tij, përkundrazi, forcimin. Kjo është parimisht dhe është faktikisht të gjitha sinjalet janë që procesi duket i ngrirë. Procesi duket i ngrirë. Brenda kësaj çfarë luajmë ne? Kjo është pyetja. Çfarë luan diplomacia dhe çfarë luan politika shqiptare? Çfarë kemi në dorë të luajmë? Çfarë kemi në dorë të luajmë? Çfarë kemi në dorë të luajmë? Duke mos humbur busullën, sepse ky është një rrezik më i madh akoma. Ne kemi në dorë vetëm... BE-ja të na toleroj autokratët tanë, pastaj si po toleron në Turqi. Ne kemi në dorë të luajmë vetëm kartën e një vendi që punon për stabilitet rajonal. Ne nuk kemi në një gjë të madhe, në një kartë të madhe për të luajtur në raport me Bashkimin Evropian. Është Bashkimi Evropian që ne na monitoron, që ne të ndërtojmë një shoqëri me themele të vërteta demokratike, me një shtet që funksionon, që respekton ligjin, dhe pikërisht kjo është arsyeja pse kërkohet me të madhe, jo vetëm nga Bashkimi Evropian, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të bëhet reforma në drejtësi, pra të vendosen themelet e një shteti që funksionon ligjërisht. Lajmet e fundit janë që ajo po shtyhet edhe po dështon. Po, pikërisht, unë nuk e di do dështoj se jo, urojmë të mos dështoj, por e kam fjalën që ne, si vend, nuk kemi karta për të luajtur përveç kartës rajonale të një vendi që kontribon për stabilitetin rajonal. Kartët të tjera ne vështirë se mund të kemi, por jemi... Bas Siriani jemi të dytët. Jemi të dytët për nga numëri i azilandëve si pas... I ke partë Eurostatit shifra tani, se po flasim për shifrat e verës, apo shifrat nuk bëj komente, sepse nuk
kam të dhënë. Se edhe këto shifrat të kishe 2014 sa updatojnë. Ska gjithsesi, ai është një problem që ekziston, nuk është se nuk ekziston për Shqipërinë, por shkalla do të thosha është ulur dhe urojmë që të shqiptarët të qëndrojnë në vendin e tyre dhe ta gjejnë të ardhmen në Shqipërinë e tyre. Edlira. Dy ndërhyrje të vogla, ndoshta edhe nga perspektiva nga e cila punoj. Kjo është një krizë refugjatësh, nuk është një krizë emigracioni ekonomik si eksodi 90-ës, apo viti fillimit 90 që shqiptarët masivisht emigruan drejt BE-s. Këta njerëz ka gjasa, por ka më shumë gjasa të mos ngulen në Evropë, të mos ata që kanë ikur për shkak të luftës, jo ata që kanë ikur nga vendi i tyre për një jetë më të mirë nga pikpamje ekonomike. Ja u jap këtë me garanci sepse një pjesë e mirë e njerëzve që kanë kaluar në korridorin ballkanik janë pyetur. Cila është ardhmja jote? Dhe ata thonin me të pushuar lufta në Siri do të kthehemi në Siri. Nuk më pëlqen të quhet që Evropa UNHCR-ja e ka fituar tani këtë besim se në 99-ën kam qenë reporter në terren dhe më kujtohet shumë mirë që UNHCR-ja nuk besonte që popullata shqiptare e Kosovës do të kthej aq shpejt në vendin e saj dhe tentonte ti çonte më në jug të Shqipërisë, ndërkohë që ata donin të rinin sa më afër kufirit për të kthyer atje. Ata nuk vajtën vetëm në jug të Shqipërisë, ata u rivendosën, u risellën në kohën e krizës së Kosovës deri në Australi, në Kanada, gjatë kohës së krizës së Kosovës. Megjithatë, të gjithë jemi dëshmitarë që për 3-4 muaj mbas mbarimit të ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë, të gjithë u riadresuan masivisht vetë. UNHCR-ja nuk besonte. Pra, as UNHCR-ja as shqiptarë aso kohë nuk. Jo vetëm UNHCR-ja, po të gjithë. Më fal, por ndryshon rasti i Kosovës me Sirinë. Sigurisht ndryshon totalisht. Absolutisht, por kjo nuk do të thotë që është një pushtim i Evropës nga refugjatët. Do të isha dakord me ju të thonin nëse kjo do të ishte një emigrim ekonomik masiv. Po, ata njerëz kanë ndërmend të ngulen, të integrohen, nesër pas nesër të marrin edhe të gjitha ato atribute nga pikpamja jetës sociale, ekonomike, politike të vendeve nga cilat ata kanë shkuar. Por këta njerëz janë njerëz që kanë ikur nga lufta. Për më së pari po kërkojnë siguri. Ka shumë pak gjasa që ata prishin sigurinë, dhe kur them sigurinë nuk kuptoj vetëm sigurinë publike të shteteve të cilat kanë pritur. Edhe një element tjetër, Gjermania ishte e para që thasë do të priste. Gjermania u bë stacioni i fundit i këtyre njerëzve. Për aq sa ata ndjenin se Gjermania do të qëndronte e hapur, nxitonin, dhe kur them nxitonin, e them në drastikisht nxitonin. Kam përjetuar nëna që lindnin fëmijën në 6 të mëngjesit dhe të ngrihen në këmbë në orën 8 dhe thoshin do të vazhdoj, se kam frikë se do të mbyllet kufiri. Njerëz të cilët ishin detyruar të linin anëtarët e familjeve të tyre në spital, në një shtet, në Kroaci, në Serbi, sepse kishin frikë se mbyllej kufiri. Të gjithë këta deklaronin jo që do të nguleshin për jetë e motë në Gjermani. Kështu që ju lutem mos i jepni një ngjyrim sikur të jetë një eksod për shkak të arsyeve ekonomike. Vazhdon të mbetet një krizë refugjate dhe këta njerëz nuk duhet përdoren për interesa të ngushta ose të gjëra politike, të njëri shtet apo tjetër apo të portofoleve. Në fakt ajo ndodher pas here dhe është e pashpangshme. Në vijim të asaj që ka ju thatë për një vij paraleli midis fenomeneve që pëndodhin aktualisht dhe fenomeneve shqiptare të emigracionit. Ne, deri tani në 2015, letë mos lazim për 16, në Shqipëri, e pas viteve 90, kemi patur 3 emigracionet më dha. I pari është ekonomik, si shtatë juve me njerë, pas rëzim diktaturës, që ishte masiv dhe që ishte më i madhi dhe më i dhimbshmi, do të thoshja unë, biblik. I dyti është, mos harrojmë me migracionin e 97-ës, i cili nuk ishte ekonomik, po ishte për siguri. Nuk e përmendat. Pra, ka një diferencë migracioni i 91-shit me 97-ën, ashtu si kurse rikthehemi te migracioni i këtyre 2 viteve të fundit, që është ekonomik plotësisht. Është një abuzim me sistemin e azilit nga ana e shqiptarëve. Abuzim apo nevoj, kjo është vështirë të ndashtë. Jo, nga pikpamja e termave ligjor, po thëmë. Nga pikpamja e termave ligjor, po. Nga pikpamja e nevojave dhe papunësisë e tjera fenomene ekonomiko-sociale që i shty njerëzit largohen. Pra, kemi 3 raste në Shqipëri dhe po t'i krahasojmë me këtë fenomen që po ndodh aktualisht, sigurisht që nuk ka të krahasuar.
sepse drama në lindjen e mesme është e jashtëzakonshme, qoftë për nga thellësia, qoftë nga gjërësia e problemit që ka. Okej, kemi ardhur në fund, e kemi kaluar dhe pak minutazhe, me 1 minutë. Ju falenderoj të gjithëve për këtë bisedë, juve që na ndoqët, mirupafshim.